Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës. Le ta sqarojmë dhe këtë. Struktura e çmimit të 1 litri naftë është kjo: 39.6 lekë është akciza, 27 lekë taksa e qarkullimit, 3 lekë taksa e karbonit, 7 lekë taksa dhe tarifa portuale dhe plus koston e blerjes së naftës vendoset 20% TVSH. Pra, në total, taksat për 1 litër karburant variojnë nga 105 në 110 lekë në varësi të kostos që ka blerja e produktit. Tani, le ta shpjegojmë me disa raste konkrete. Nëse çmimi i naftës do të shitej me 175 lekë për litër, që ishte përpara krizës, qeveria do të arkëtonte 29.1 lekë nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Nëse ai tregtohet sot me 214 lekë, shteti merr 35 lekë TVSH. Nëse tregtohet me 220 lekë, arkëtimet për TVSH-n e 1 litri shkojnë në 36.6 lekë, pra 7.5 lekë më shumë se përpara krizës. Por sa i kushton buxhetit ulja e akcizës me 20%? Po kaq, 7.9 lekë. Fakti është që sot qytetarët po paguajnë më shumë për tatimin mbi vlerën e shtuar si pasojë e rritjes së çmimit dhe qeveria nuk ka ulur asnjë taks. Por përveç diskutimit të taksave, përse Shqipëria ka çmimet më të larta të karburantit kur është një vend prodhues? Portali Global Petrol Prices, që raporton çdo javë çmimet e lëndëve hidrokarbure në të gjithë botën, i klasifikon tipologjitë e çmimeve në 2 kategori. Vendet prodhuese i kanë më të lira, importueset më të larta. Shqipëria në këtë hartë qëndron në vendin e 12 për çmimin më të shtrenjtë në botë, të krahasueshëm me Zvicrën, Suedin, Belgjikën dhe më shumë se Franca, Luksemburgu dhe Italia, vende që kanë të ardhura mesatare disa herë më të larta se ne. Venezuela, që ka sasinë më të lartë të rezervave të naftës në botë, është vendi me çmimin më të ulët, njësoj dhe Irani apo vendet e tjera arabe që eksportojnë naftë. Shqipëria prodhon mesatarisht çdo vit 750 deri në 800.000 ton naftë, por e gjitha eksportohet sepse nuk kemi rafineri që ta përpunoj. Në të njëjtat sasi, ne importojmë naftë për konsum të brendshëm. Në vitin 2025 blem nga jashtë 740.000 ton. Shumë thonë që nafta e nën tokës sonë është e rëndë dhe nuk mund të përdoret për konsum. Këtë na ka thënë së fundmi edhe kryeministri. Shqipëria nuk prodhon naftë të përdorshme për pikat fundore, pasi nafta që ne nxjerrim është naftë e rëndë, e cila në rast se do të futej në përpunim do të kërkonte një rafineri dhe kosto shumë të mëdha. Por pa hyrë në këtë debat, pyetja që duhet i përgjigjet kryeministri është një tjetër. Sa tatohet kompania Bankers Petroleum që ka në shfrytëzim fushën më të madhe nafmbajtëse në vend, atë të Patos Marinzës? A ka paguar ndonjëherë tatimin mbi fitimin në nivelin 50% sa e ka në kontratë? 2 raporte auditimit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, të gjetura të drejta dhe nga gjykata arbitrazhi ndërkombëtar, kanë treguar se kompania Bankers do të duhet të kishte derdhur afërsisht $100 milion tatim mbi fitimin në vitin 2014. Nëse këto të ardhura do të arkëtoheshin çdo vit në buxhet, disa taksat e çmimit naftës mund të uleshin. Por kontrollin e kompanisë koncesionare ka sërish në dorë shteti, i cili në këto ditë krize globale jo vetëm që nuk po ndërhyn, por në bashkëpunim me grosistët e hidrokarbureve, po abuzojnë pa asnjë limit në dëm të qytetarëve. Se mos harrojmë, bordi i famshëm i transparencës u rikthye dhe bëri vërtet transparencë. Çmimi për naftën u vendos 203 lekë për litër në tregun e Pakicës, ulje me vetëm 5 lekë, ndërkohë, përtej kësaj vendosje të çmimit ashtu qorazi, bordi duhet i tregojë shqiptarëve se për çfarë vlere kanë vendosur TVSH doganat, cili është çmimi i blerjes së naftës dhe cila është dita kur karburanti del nga depozitat. Dhe një pyetje e fundit, a do t'i kontrolloj bordi faturat e blerjes dhe a do t'i detyroj tregtarët dhe doganat të mos abuzojnë në dëm të qytetarëve?